Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhur e falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në takimin e kaluar kemi përmendur se ajo që mungon sot dhe njerëzit janë të varfër në këtë aspekt, përkundër pasurimit në shumë aspekte të jetës, është mungesa e modelit të duhur. Do të sot ka pak shembuj në jetën e përditshme që njerëzit mund të shërbehen me këta shembuj në besimin e tyre, në moralin e tyre, në edukatën, sjelljen, sakrificën e shumë vlerave tjera që njeriu t'i duhen jetën e kësaj bote. Do të thotë ta kesh një shembull si kush me qenë këmë e ndjek nuk është diçka shumë shpesh në jetën tonë. Prandaj momentin ku njerëzit ju mungojnë modelet e duhura, mungojnë shembujt e kompletuar, padyshim se pastaj njerëz shërbehen edhe me shembuj tjerë që nuk janë të duhur. Shërbehen me lloj-lloj, do të thotë figura të caktuar që realisht nuk ka ndonjë arritje caktuar që vlen përmendet në rrafshin e besimit, në rrafshin e vlerave, në rrafshin e asaj që ka të bëjë me formën e duhur të njeriu. Dhe fatkeqësia është se në veçanti pjesa më e ndihshme e shoqërisë rinia sot shërbehet me shembuj që fatkeqësisht nuk janë ata shembuj, nuk janë modele që duhet me ndjek, nuk janë modele që duhet me u interesu për ta, e lemo me qenë do të thotë udhërrëfyes për jetën. Allahu xhallahu ala në Kur'an të nderuar vëllezër flet për shembujt. Flet se duhet të pas shembull, por edhe Allahu xhallahu ala ofron shembuj. Ofron njerëz ndryshëm që i ka lavdëruar Allahu i mënduar dhe në mëson që ne të përpjekimi të mundohemi që t'jemi si ata, të ndjekim rrugën e tyre. E këta shembuj janë shumët, duke filluar nga të dërguarit e Allahut, ata janë shembulli më i mirë, o pastaj edhe pasuesit e këtyre pejgamberëve, që në forma të ndryshme i qëndruan besnik mësimeve të pejgamberëve dhe kontribuan për njerëzimin, ishin të dobishëm, ishin të mirë, dhe për këtë Allah i lavdëroi. Andaj ne duhet që të shërbejmë me këta shembuj, të njohim, të flasim për ta, që t'i kemi para veti gjithmonë të nderuar vëllezër. Edhe atëherë kur nuk i shohim, po në momentin kur nuk i shohim me sytë e ballit, t'i shohim me sytë e mendjes. T'i shohim ta shembuj që Allahu flet për ta. E tha këta shembuj janë shumë Kur'an. Një nga këta shembuj do të flas për ta sot, dhe pse që të flasësh për këtë shembull që Allahu flet don shumë më shumë se një takim, sikurse ky xhumas, por do të mundohem me përmbledh spaku veç si një mostër praktike se cili është shembulli që duhet me ndjek. Në Kur'an është një kaptin që quhet kaptina el-Kahf, kaptina e shpellës. Dhe atë kaptin, atë sure, është e preferuar me lezu çdo xhumë. Do nuk është bashkë e rastësishme pse këtë kaptin, këtë sure duhet me lezu çdo xhumë. Që çdo javë t'ja kujtojmë vetes tonë, e të mësojmë për këtë shembull që do të flas sot për te. Dhe për shembujt e tjerë që Allahu xhallahu ala i ka përmend në kaptinën el-Kahf. Kjo kaptin të nderuar, kjo sure ka disa shembuj, ka disa raste. Një nga këta shembujt është shpella, e që surja pastaj ka marrë emrin në bazë të kësaj ngjarje. Për çfarë shpelle bëhet fjalë? Të nderuar, Allahu xhallahu ala përmend se në një kohë caktuar të historisë së njerëzimit kanë qenë disa djelmosha, djemtri, të cilët kanë besu në mësimet e pejgamberit që ju ka ardhur.
Mirë po populli tyne nuk kanë besu. Këta kanë refuzu që të adhurojnë dikej tjetër pas Allahut. Nga se e ka refuzu logjika tyne, e ka refuzu natyrshmëria tyne, e ka refuzu mendja tyne, që njëri me ju nështru një druni, njëri me ju nështru një krijese. Dhe mësimet e pejgamberve i kanë bindur se njeriu duhet me u bindë Zotit xhalla xhelalu. Ata me adhuru Allahun e mënduar. Mirë po nuk kanë hasë mirë kuptim në mesin e popullit të tyre. Kanë tentuar në forma ndryshme me gjetë një mirë kuptim, me i thirrë në fenë e Zotit. Ata kanë refuzuar, madje i kanë kërcënuar se kanë me i detyruar me lënë fenë që e kanë pranuar. E këta delmosha pastaj kur u mbështetën që thuhet për muri, nuk gjetën asë një mënyrë tjetër me e rujt besimin, vendosën me u largu nga i vend. Vendosën me u largu. Me u largu nga i vend për me gjetë një strehim dikun që e ruajnë besimin. Dhe pasa u larguan nga vendi tyne, nuk gjetën strehim ka me shku, këshin frikë se po niset udhëheqja e popullit tyne me i kërkuar, me i burgos, pse janë largu, edhe vendosin me lejen e Allahut xhalla xhelalu më fut me një shpellë. Do çtu po strohom pak kohë tani, dalëm me këshyrim çka po ndodh. Ata futën shpellë dhe të lodhën nga ecja i nxënxhume. Dhe Allahu xhalla xhelalu përmend këtë rast edhe si shembull, edhe si mrekulli që ju ka ndodhur. Qysh Allahu i ka ruajtur delmosha e këta kanë mbetë në shpellë të ndërruazër, do më thonë, më tepër se 300 vite. 300 vite më tepër kanë nejnë shpellë në gjumë. Allahu të barek o tali i ka silë her një kra, që mos mu kalbë krahu. Allahu është kujdes për ta edhe në gjumë. E pas sa viteve, janë zgjupi gjumit. Kër janë zgjupi gjumit, nuk kanë disë sa kanë flajtë. S'kam pas orientim kohor. Edhe kam pyet njëri tjetrin sa këna flajt, dikush ka thonë valla një gjuzit e pa. Njëri ka thonë jo çfarë gjuzit, më shumë këna flajt, po nuk një ditë këna flajt, hisë na qiu. Ata s'kam pas idenë hiç që kanë flajt kohë të gjatë. Allahu kur don të ndërmos me mbrojt dikon, me rujt dikon, për Allahun është e lehtë. Çfarë do metodë Allahu më zgjedh për të është e lehtë. E kur janë zgjuar e kanë jetuar se janë të uritur. Dhe kanë kërku për dikujt për tyne që kush po shkojnë me në marrë do buk. Ama fshehur azi, mos me hetu kërkush. Ta s'kan pas idin që atja i mreti që u konë që ka undruë, qëtata ka ndru komplete, e kështu më radhë. Dhe dikush i heton që janë zgjuar, pastaj Allahu te barë këtala për këtë rëfim nuk flet mas zgjimit shumë që ka ndodhë, mirë po kuptohet se populli tyne të ndërozër dikur e ka kuptu se këta djelmosha e kanë pas mirë. Edhe populli është këthy në besim. Dhe kanë vendosë që me i gjeta djelmosha. Mirë po kur ka arë koha me i gjetë, Allahu te barek o ta'ala ja u ka marë shpirtin. Veç i ka majtë Allahu xhallahu ala sa për me qenë dëshmitar të së vërtetës, edhe me qenë dëshmitar të fuqisë Allahu te barek o ta'ala. E përmenë se populli tyne janë bu musliman dhe kanë vendosur pasaj këta me inderu edhe për së vdekuri që me mbet një kujtim i mirë për ta. Edhe pse normal ka pas propozime të te për ta qysh me inderu, por dua të them që Allahu e përmend këtë shembull të disa djelmoshave të cilët të ndërlozër realisht e ka dhënë një shembull me të vërtet shumë praktik të pjekurisë, një shembull shumë praktik të lidhjes me Allahun xhallahu ala, e shumë dobive tjera që do të munduna me i përmbledh deri në kohën që e kemi para vete. Të ndërlozër këtë shembull e prezentova shumë në mënyrë të përgjithshme, shumë do të thonë në mënyrë sipërfaqësore, pa u thellu në shumë detaje. Nga se është shembull shumë i pasur me mësime ndryshme. Por ne po na duhet veç më njoftu për
pjesën që jemi duke folë. Qysh me konë këta shambull? Fillimisht të ndërvëzër, edhe pse këta në djelmosha, në gjithë marë mësim për tyne. Po, rinia duhet me marë mësim nga këta së pari, nga se janë të moshës e tyne. Po dhe gjithë ne, qëfar do moshë që kemi, mund të marë mësim të këta djelmosha. Cështë mësimi i parë që e marëm të këta të ndërvëzër? Mësimi i parë që e marëm e që është shumë rëndësishme të ndërvëzër është që njeriu me pas qëllim të madh në jetën e vet. Për çka jeton ti? Sot për shembull fatkeqësisht tek shumë njerëz, tek shumë të rinj, gjejmë që jeta aty realisht ndërtohet mbi bazën e disa qëllimeve shumë të varfëra. Qëllime që kanë të bëjnë me argëtimin, me dëfrimin, pasurinë, shëtitjen, gjithë materiale komplet. A jeton njeri krejt jetën e tij për shembull, qyshme e kënaq barkun dhe i pshën e tij. Kjo është jetë e ultë, kjo është jetë e lirë, kjo është jetë e varfër. Jetë e pasur kur njeri jeton, por në bën një kontribut madh. Për shembull të ndrozur para luftës, ata që kanë jetuar e kanë menu, këtë gallë e kanë pas, qysh me dëbu okupatorin, qysh me abo me hek qafe këtë armek, qysh me i ruvenin, që kjo qëllimi madhë, ka jetu për këtë kauzë dhe ka dek për këtë kauzë. Dhe që kjo është jetë. Dikush jetan për shamu qysh me mujtën e, për shamu këtë vend tem me që për para, me ndërtu diçka të madhe që me punsu njerëz. Jetan, jo ajmu pasuru, po qysh me zgjidh problemin e varfënisë, qysh me zgjidh problemin e krimit, që me zhjetë problemin e kësaj, jeton për çështje madhore. Por njeri që jeton veç për veti, me që në shmuknash, unë shme pas, për njerës venin tem, s'kam që ka me bo, tek e fundit, edhe elshej këtë ven krejtën e veç shkej dikun ku e komun e rahat, e kështu me radhë. Nuk është jeta veç për veti. Jeta është që ka bën ti për venin tënë, që ka bën ti për poplin tënë, që ka bën ti ata mirujt. Andaj të ndërru dhe vëzër, këta djemë patën qëllim njëtë, patën kauzë. Kauza ishte udhëzimi popullit vetë. Mos me leju këta njerë me shku në devijim. Mos me leju këta njerë me lujtë shejtani me ta. Mos me leju që këta me përdu në gjehnem. Të idhnimi Allah Gjallahu Ala. Në i sota ka në mesin tonë më katët shumëta. Ka që s'ka. Ka shfrenime, ka shthurje të forme të ndryshme, që janë shqetësuse. Në besimtarë dhe me jetu me brengën, qysh me i përmirësu këta njerëz. Qysh me i këthy në rrugë të Allahut. Qysh me nalë punën e keqe, qoftë ato që janë punë të pamoralshme, të ndyta, të pahishme, vrasjet, konfliktet, e ka brengë muslimani, si ato veç për veti, që me pajtu mes familje, mes njerëzve. Dhe këta e në shembull që njeriu duhet njëtë në vetë, me pas një qëllim madhor njëtë vetë, që te i kalon intereset i personal. Nuk jeton për veti njeri, me ratu vetën tem tjerve, zotë ju bovqara, s'kam që ka me bo. Muslimani nuk rënën për veti. Muslimani e len vetën, ndashta keq, pranon parahati, pranon edhe ngarkes, edhe lodhje që, realisht, tjertë me konë radhë me konë mirë. Nga se edhin se Allahu Gjallar ka me pagu për lodhjen, për sakrifisin, për mundin e ti. Për sa të ki mundësi, s'paku për fëmijët e tu, s'paku për familjen tone, por ju me konë njërë veç interes gji personal, në të kuptim individualist, egoist, veç vetën ti me këshyrë, veç interesi, me knatësin materiale me këshyrë. Jo, e këshyrë për te i kësaj, si këta djemë, të kanë këshyrë në besim, kanë këshyrë në udhëzim. Andaj, shembull që Allah e fron këto është fillimi shembulli i ndërtimit të një qëllimi madhor në jetë, të një kontributit madh për shoqërinë, për rrethin, për vendin, se jeta është e shtrejtë, jeta është e shtrejtë, jeta është begatia madhe, është në nënçmim e përbuzje dhe kësaj begatie që me e shpenzu komplet në përmbushje të kërkesave materiale. Muslimani s'bën kështu. Për kërkesat materiale përmbushën rregull, po ku janë kërkesat shpirtërore, kërkesat sociale, humane të njëri ka gjitha këto kërkesa. Ndaj na mësojnë këta dilbosha që njëri këta e lënë rahatin. Këta e lënë rahatin e vetë. Pastaj të ndrozër, kërë për shkakun dikush mund me qenë në ndonjë vepër jo të mirë. E din se nuk është e mirë. I thuhet, po lekët haram,
Po lekët keqe, nëse këta prish besimin, këta ta rëndon edhe ta rënon raportin me Allahun te barekuhu teala. Allah s'muj aftë. S'është gjeni një epsh me elon për me kënaqë Allahun xhallahu ala. Që këta shembull, këta e kanë ndjem tri, këta kanë mund të më kënaqë, më hajse kur plakun besojna, ndoshta këta popull ndikur mushin mëna kështu më radh. Jo valla, s'është jeta çashtu, me rrezikut i besimin. Çështja e kënaqësisë Allahut është çështje për marrën jetën tonë. Prandaj kanë vendosur që me u largu rahatin e vet me lon, komodit me lon. Ata kanë ka transmetime që thonë se kanë qenë djem të pasunikëve, kanë qenë njerëz që kanë pasur situatë vështirë, kanë lënë shtratin e mirë, kanë lënë dhomën e mirë me shku me flajt të shpellë. Për çka? Për shkak se me pagu çmimin e parimeve, njëri nuk shitet për gjithçka në dunjë. Pranon mundën çmu mu për buz, veç me kënaq veten me diçka të caktuar e fsharake. Nuk është muslimani kështu. Atë muslimani largohet për gjunat, shtir i vjen rën, nuk prish punë. E pagun çmimin e braktisës së mëkatit sa do që kërkohet. Sa do që kërkohet. Kërkohet me largohet dhe për shoqërisë saktuar, largohet. Nga se nëse që e shoqëri është sebeb, është shkaktare që këtë për e qënë gjuna, largohet e për shoqërisë. Çka duhet shoqëria që realisht ta mëson rrugën e shejtanit. Çka duhet shoku i cili nuk të lidh me Allahun xhallahu ala, por të lidh me punë të këqija. Një shok që ta mëson udhën e keqe, një shok që ta mëson fjalën e keqe, një shok që ta mëson mëkatin, ta mëson punën e dytë, çka duhet ai shok? Do të miliona shok. Prandaj besimtari i lën praktis shoqërinë, punën, rrethin, gjithçka veprën e caktuar në emër të ruajtjes së raportit me Allahun, në emër të ruajtjes së besimit të tij, nga se për të besimi është i shtrejtë. Është i shtrejtë, nuk lën që ky besim me undot, me unjollos, me u rreziku nga çka do qoftë që ka të bëjë me jetën materiale të kësaj dhunjaje. Ne këta janë shembull për këtë punë. Këta të kanë kadu që e kanë lënë. Jo që këta, shumë tjerë kanë lënë. Rahatinë, mirësinë, ofertat e ndryshme të majme. Ja, me faqe zellëk, muslimani sfiton. Në mënyrë të dytë muslimani nuk pasurohet. Në mënyrë të keqe muslimani nuk kënaqet. Po argëtohet, kënaqet, dëfrehet, pushon, por gjithmonë në suazat të ruajtjes së besimit, në suazat të ruajtjes së raportit me Allahun xhallahu ala. Po çfarë pushimi është ai kur shkon me pushu e ngarkohet me gjunohe, e ngarkohet me punë të këqija? Çfarë pushimi është ai? Çfarë shpenzimi i pasurisë është ai kur ti shpenzon pasuri për me përmbush epshin e me e lëndu besimin, me e lëndu imanin, me e lëndu raportin me Allahun xhallahu ala. Muslimani e rumë këtë. Ndaj shiko këta musliman në ka dhunë këtë shqapë në këtë aspekt, që muslimani e vlerësën jetën, jetë ati është e shtrajt, jetë ati ka qmim, dhe aja që kallëzën qmimin e jetës e ti është angazhimi i tjetën, angazhimi i tjetën. Ndaj të ndërru vëzër, për para, djetarë nga kam su një regull, qysh me e vlerësu jetën njeriu, qysh me e vlerësu jetën njeriu, qysh me e qitë një qmim jetës, sa vlen jeta jote, sa kushton jeta jote. E kam përmendur një rregull e kanë thonë qimetul mar'i fima yatlubuhu. Kanë thonë vlera e jetës së njeriu qëndron mbi atë që ai kërkon. Çka kërkon te në jetën tonë, çaqa çmimi thotë. E muslimani çka kërkon në jetën e tij? Çka kërkon një musliman me jetën e tij? Kërkon xhenetin. A ka diçka më e lartë? A ka diçka më e shtrejtë? Nuk ka. Nuk ka asgjë më e shtrejtë se xheneti. Ajo është real, ajo ekziston. Është një perde e jetës tonë që na ndon me të, por kur i mbyll njeriu syt dhe vdes, e sheh atë realitet. E shumë nga njerëzit pastaj kërkojnë që të kthehen në dunjë, të kompenzojnë humbjet e mangësit për do të jetë vonë. Muslimani beson se xheneti ekziston. Beson se xheneti është begatia më e madhe që e gëzon një musliman si shpërblim për besimin e tij. Prandaj nuk pranon çmim për jetën e tij në xhenet. Shikoj sa është e shtrejtë jeta e muslimanit, për shkak se kërkesa e tij është e madhe. Për shkak para mënat të ndërvëzër kur jeta e dikujt, a dini sa vlen?
Jeta e dikujt vlen për shembull sa me arrit një dashnore me pas. Çikaq. Knaqet. Çaj e jeta tjetër. A çikaq vlen? A çikaq jeta jota? Non për një gru, për një burr, për një çapadione grosht parë saktuar me i pas çikaq. Këtë jetë i bën sa një grosht çaj. Edhe ato 10% sonë harxhit, se i vjen deka, shkon ja lën dikujt mas vete, çaj jeta aty ku shkoj. Andaj duhesh mi dhon çmim jetës tonë. Po fito, angazhohu, mbledh sa të mundesh, pasurahu, Islami nuk ndalon, por mos e bë jetën tonë që çmimi i saj të jetë dunjaja, nga sa është e ulët, por që jeta jote të jetë e shtrejtë, që çmimi i saj të jetë kënaqësia e Allahut edhe ahireti. Sikur na mësuan këta djelmosha që u futën në shpellë. Këta u futën në shpellë për të treguar se edhe me flajt një guri ja vlen për me rujt në asinë Allahot. Edhe me flajt në situatat të pafavorshme, të vështira, edhe unë të menajt ja vlen për shkak se jeta është me shtrajt se me ngu barkun e me unë besimin. Jeta është me shtrajt se me plëcu epshin e me e prish moralin, e me e prish nderin, e me e prish raportin me Allah në gjendë dhe vola. është me shtrajt. Nuk është jeta veç njëri mu pa një shpreje, me zhagit udhëve ndryshme, apo domthon duke ndjek epshin e tij, çfarë kërkesa po i plotson. Muslimani është i ngritën, është i pastër, është i lartë. Andaj duhet kemi shembuj të tillë që i japin çmim jetës tonë, e ngritin vlerën e kësaj jete. Na mundsoj të kemi qëllime madhore në jetë, që të i kalojnë dimensionin e kësaj jete, dunjaja, madje të i kalojnë dimensionin tonë individual, për të kaluar në shërbim të shoqërisë, në emër të Allahut edhe në kërkim të xhenetit. Çka është e kërkuar? E shembull këtë, kush është shembull? Kush e ka bëu kështu? Shumë ja kanë bëu. Nga ata janë banorët e shpellës që folën për ta. E do të flasim për ta patjetër se e pamundshme është që me mbyll këtë kapitull kaq të pasur me një takim. Do të flasim në xhumat e ardhshme për shembullin që filluam me trajtu. E para ishte sot se këta na mësojnë çmimin e jetës, na mësojnë që të kemi qëllime madhore në jetë, që të kemi ambicie të larta e mos të mjaftohemi me aspektin material, me kënaqësitë e ulta të kësaj dhunjaje, nga se mbetemi të varfër dhe të përbuzur dhe të nënçmuar vazhdimisht. Allahu na ruaj. Këta janë të ndërruar djelmoshat e shpellës që Allahu foli për ta, e mbeti të folur për ta i përhershëm deri në gjykimit, për shkak se dhan shembull të madh që të gjithë ne mund të shërbemi në gjitha aspektet e jetës, nga puna dhe nga sakrifisa e këtyre djelmoshave. Allahu udhëzoft rinin tonë, po shembull të mirë në ambicje, në vullnet, në kontribut, në arritje, që të i kalon dimensionin e psharak dhe material, për të ngritë në nivellet më të larta të mundshme të arritjes, duke kërku kënaqësinë e Allahut, xhenetin, dhe duke kontribuar për vendin, për shoqërinë dhe për njerëzit në mbar. Allahu na bëf shembull të mirë për të gjithë e na zot në rrugën e drejtë. Kaq për këtë pjesë, Zoti ju shpëlbeft. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.